Policia bosnjake është vënë në alarm dhe ka nisur menjëherë një hetim pas lajmit se Milorad Dodi ka kaluar kufirin drejt Serbisë, pavarësisht se ndaj tij ishte lëshuar urdhër arresti. Një gjykatë vendase urdhëroi paraburgimin dhe lëshoi një urdhër arresti për liderin e Republikës Srpska, si dhe për kryeministrin e këtij entiteti, Radovan Višković, dhe presidentin e parlamentit, Nenad Stevandić, që të gjithë ata të vendosur në lupën e drejtësisë për shkak se refuzuan të përgjigjen thirrjeve për të marrë në pyetje nga prokuroria. Flet arresti, që është aktualisht i vlefshëm për territorin e Bosnjë-Hercegovinës, i detyron të gjitha agjencitë policore në vend që të arrestojnë Dodikun, Viškovićin dhe Stevandićin në momentin e parë që ndeshen me ta dhe t'ia dorëzojnë policisë gjyqësore. Kjo vlen edhe për policinë kufitare, pjesëtarët e së cilës gjejnë edhe ndalojnë pothuajse çdo ditë persona për cilët janë lëshuar urdhër arrest nga disa gjykata të vendit gjatë kontrolleve të rregullta të kalimit kufitar. Por pavarësisht urdhër arrestit, Dodik disi arriti të kalonte kufirin pa pengesa të hënën dhe të paraqitej në Beograd, u shfaq në krah të Aleksandar Vučić në një tubim qeveritar. Pak ditë më parë, një grup deputetësh të Parlamentit Evropian i bën thirrje shefes së diplomacisë OBE-s, Kaja Kallas, të ndërmarrë hapat menjëhershëm për të vendosur sanksione ndaj Milorad Dodik përmes një letre të nënshkruar nga 28 anëtar të Parlamentit. Kallasit i kërkohet ndëshkimi i Dodik për veprimet e tij të fundit që synojnë ndarjen e Republikës Srpska nga Bosnja-Hercegovina.